prag masakri në Elbasan ku 3 të rinj mbetën të plagosur pas një atentati me armë zjarri. Ngjarja u shënua në verandën e një lokali ku një person ende i pa identifikuar hapi zjarr me pistolet ndaj 3 personave. Në shënjes të rishin Armand Tomorica, 32 vjeç, Renaldo Mance, 31 vjeç dhe Bjorgi Hoxha, 19 vjeç, të cilët mbetën të plagosur. Në momentin e ngjarjes, brenda lokalit ndodhi një oficer policie jashtë shërbimit i cili sapo dëgjoi të shtënat, doli menjëherë dhe u vu në ndjekje të autorit. Gjatë largimit, autori hodhi armën e zjarrit dhe mundi të humbiste gjurmët në brendësitë e lagjes. Forcat të shumta policie rrethuan zonën në një perimetër të gjerë dhe vijojnë kontrollet intensive për lokalizimin dhe kapjen e tij. 3 të plagosurit u dërguan për ndihmë mjekësore dhe mësohet se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon veprimet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave, si dhe për sekuestrimin e provave që mund të çojnë në identifikimin dhe kapjen e autorit.